për të analizuar debatet e vazhdueshme që ndodhin mes Brikenës edhe mes Rogertit. Do me thënë Rogerti dhe Brikena tashmë kanë një dritare të hapur që po grinden, që po luftojnë, që po debatojnë, që krijojnë situata me njëri tjetrin. Ashtu si që edhe mbrëm, edhe ditën e sotme, Rogerti vazhdon luftën e madhe me Brikenën, dhe Brikena sot ja tha që ti ke krijuar një lloj frike, ti ke një frikë që ndoshta nuk do të shkosh në finalen e madhe, ke arritur ta kuptosh të gjën dhe prandaj i ndërton të gjitha këto luftra, prandaj i sill të gjitha këto situata. Do me thënë Rogerti akoma vazhdon duke i thënë Brikenës që ti Mateo nuk të do, ti Mateo nuk të suporton, ti Mateo nuk të pëlqen, Mateo me ty është i ftohtë, do me thënë i ka këto akuzat e ashpra kundër drejt Brikenës brenda lojës edhe brenda asaj që këto të dy kanë ndërtuar. Unë mendoj që Rogerti e bën të gjithën këtë lojën dhe këto ofendimet adresuar kundër drejt Brikenës, sepse Rogerti dëshiron që ta nxjerrën Mateo nga loja dhe të ecën përpara me Brikenën. Arsyeja pse Rogerti e godet Brikenën është që ta çon në finale. Tani a e ka kapluar frika Rogertin? Kjo është një pyetje në fakt që më zhbër nga të gjithë ndjekësit. Unë për mendimin tim mendoj që po, Rogerti ne ka kapluar frika. Rogerti nuk është në atë komoditetin që ishte më herët, nuk është në atë sigurin që ishte më herët, sepse Rogerti e bënte sot e dëgjova analizën e lojtarit. Në finale shkon ai që ka goditur më shumë, fitues është ai që ka bërë, i ka nxjerrë të gjitha ngjyrat, ai që ka bërë lojën më të rëndë. Jo, nuk është ashtu Rogert. Fitues është ai i cili rëmben zemrat e publikut dhe fitues është ai i cili publiku vdes pas tij. Kështu kemi bërë në publiku që e zgjodhëm Luizin edhe gjestin fitues. Tani, në qoftë se ti i paske nxjerrur të gjitha këto ngjyrat e tua, më të pistat, më të këqija të karakterit tënd, por të qenë fitues, atëherë më vjen keq ke përdor strategjinë më të ulët të mundshme. Ke përdor strategjinë më të keqe që realisht nuk është dashur ta përdorësh. Do të thënë Rogerti po mundoj që të bën një mekanizëm ndoshta të parë në një shoqëri që i vlerëson dhe i mbështet këto lloj fenomenesh, këto lloj formatesh, por në thelb, do me thënë, e vërteta është krejtësisht ndryshe që te ne fiton ai që është i dashur i publikut. Tani, a ka dorë produksioni? Me patjetër që po, por Rogertin unë e shoh të trembur, nuk e shoh më në atë komoditetin që ai ishte më herët.